Vitality Vibes në Top Albania Radio. Mirëmbrëma miq, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital për të ndjekur Vitality Vibes, një emision I cili kushtohet shëndetit. Me mua sot në studio për herë të tretë apo të dytë. Po, ne nga që takohemi shumë shpesh, duke haruar dhe kur janë takime në radio. Për herë të dytë ose të tretë, doktoresha Alkerta Ibranji, mjeke imunologe alergologe, dhe në fakt nuk ke se si të mungosh doktoresha sepse është pikërisht stina ku shpërthejnë alergjit, ku jemi gjithmonë në atë fazën që na fillojnë hundët të shtima, rufa e kështu me radhë, që nuk dim t'i ndajmë, a duhet shkojmë te pneumologu, te alergologu. Gjithmonë është një surprizë edhe kënaqësinë të njëjtën kohë që të ndaj momente edhe nga jeta e përditshme, po edhe pse jo në emision tashmë, për sa I përket gjërave që kanë të bëjnë me alergjinë edhe momenteve që ne në çdo stin edhe ditë kur është kjo ndryshimi I korave, jemi të lidhur me këto simptomat e rrufës të shtimave kështu me radhë. Interesant ishte edhe fakti në fakt që kishim alergji nga sperma në episodin e një emision që u bë super virale, po në fakt janë gjithmonë gjëra që realisht nuk kemi nga t'i dim. Shiko, për vetë se kur kemi një mjek mund t'ingullojnë virale, më beso prekin shumë realitete, sepse ka patur impakt, edhe ajo sado viralitetit vet ka patur impakt për ata që vërtet, siç edhe thash, nuk është mit, ka çifte të cilët kanë këtë problematik. Realisht një informacion I cili ishte I panjohur për të gjithë publikun dhe për të gjithë ne të paktën që kemi që edhe unë live që ju dëgjova, po dhe për gjithë ne që e shpërndam edhe ta e dëgjuam, ishte sa kurioz, po dhe është një realitet që prek me të vërtet disa I rrallë, por që prek. Tani them dhe unë faleminderit dhe mirëmbrëma për ty si ftues dërguesi I ftesës për këtë emision, që të falenderoj gjithmonë për dëgjuesit e Top Albania Radios dhe për shikuesit e digitalëve. Kënaqësi që të jem këtu me ty përsëri. Dok, jemi në fazën e pranverës, në stinën e pranverës, edhe këtu ke ne është zhdukur thuajse dhe pranvera është shumë e shkurtër, fillon vera me një herë, por dua të di pak për sa I përket sëmundjeve, nëse mund t'i quajmë kështu, ato sëmundje alergjike dhe ato sëmundje pulmonare. Do të thënë, çfarë ndryshimesh ka tani në ato pjesën kur preken pacientët dhe vuajnë nga alergjia dhe ata të tjerë që preken nga aspekti pulmonar. Se ne s'dim çfarë të bëjmë, jemi te pneumologu, jemi te alergologu. Shiko, unë po përpiqem ta them me një term shumë të thjesht për një audiencë që nuk janë mjek. Nëse kemi tokën dhe sistemin vaditës, çfarë prek sëmundje në tokë është e pneumologëve. Çfarë është e sistemit vaditës është alergologëve. Atëherë, sëmundjet pulmonare patjetër që janë shumë vështira për t'u ndarë me sëmundjet alergjike. Por sëmundjet alergjike prekin kryesisht rrugët e ajrit. Pra atë sistemin vaditës, siç e thash më simbolike në fillim. Kurse sëmundjet pulmonare, siç janë pneumonia, problemet e indit mushkëror ose atij indi sfungjeror që karakterizohet vet pulmoni, patjetër që u takon pneumologëve për t'u marrë. Por ne po shohim që rrugët e ajrit nuk janë pak ato që bëjnë pjesë në strukturën e mushkërisë, nuk janë pak edhe rritja e sëmundshmërisë të këtyre sëmundjeve dhe nuk janë të pakët pacientët të cilët edhe për një alergji apo për një astma janë vizituar dhe te pneumologu dhe te alergologu. A mund të kthehet një sëmundje apo le të themi një situatë alergjike në një sëmundje pulmonare? Patjetër. Një astmatik I cili ka një profil pune ku është I kontaminuar me ndotësit e ajrit në mënyrë agresive, ose një duhanpirës, pra një astmatik alergjik që pi duhan, shumë shpejt mund të kthehet
në sëmundje pulmonare obstruktive kronike. Dhe kjo është një specialitet të cilin e ndjekin pneumologët. Ku ndryshon astma nga spoku, është një karakteristik, po e them në mënyrë të thjeshtë, nëse tek astma ke ngushtim bronkesh me mjekim këto rikthehen në dimensionin fillestar, në spok ke vetëm ngushtim progresiv të rrugëve të ajrit, e cila sjell një cënim shumë të madh cilësisë jetës. E ndan ju këtë pjesë apo jo? Pra kur duhet shkoj te kemi ca teste që i ndajmë ne, ka reversibilitet apo jo? Dhe themi, po, ti je për mua si pacient, kurse ti tjetri do shkosh te pneumologu. Alergjia e pranverës me alergjinë e verës, ku ndahen me njëra tjetrën? Shiko, të mendojnë erdhi pranvera, masat mbaroi kjo pranvera sa u mbyta nga teshtimat, po kush ka alergji nga komponentët që ndodhen në ajër në pranverë, patjetër që do vuajnë simptomat e pranverës, po jo se vera është më e qetë. Pse e them këtë? Se në verë ne kemi disa barishte të tjera që çelin në verë. Në verë ne kemi ca insekte. Dhe për ata që janë alergjik nga helmi i bletës dhe i grenzës, më beso, ajo vera nuk është aq e lumtur sa ç'është për të gjithë pacientët e tjerë. Gjithmonë ata që kanë alergji. Ka disa mykra janë, por nga ana tjetër kemi dhe alergjit nga dielli që ne kemi folur në emisionin më parë. Kemi folur në një emision. Po, për patologjitë që vinë fotodermatozat dhe urtikarjet nga dielli, të cilat nxjinin jetën. Kështu që nuk është ajo vera aq e qetë, ose shkurt fare do alergologu, po kthehet një pjesë e domosdoshme e çdo pacienti në çdo stin. Nuk është aq e lehtë të merresh me alergjin, pavarësisht se mund të duket si një forme të lehtë apo një forme mesatare, dhe patjetër duhet konsulta alergologut. Si është situata aktuale e griprave në vendin ton, ose si e shikoni ju situatën tani në këtë periudhë? Ka më shumë gripra, ka më shumë gripra që në njëherë, si kuptojmë, do të duket sikur janë forma alergjike, pra si është situata në këtë periudhë, domethënë në këtë stin? Shiko, ne kemi patur 4 stin të ndara mirë, dhe pak a shumë dinim edhe kur fillon njëra stin apo kur ngrohet koha dhe nuk ka për të ftohur më. Tani ti me shumë të drejtë e the, kemi një shkrirje të stinëve, sa nuk po e kuptojmë dot kur mbaron dimri dhe kur fillon vera, dhe mbas një ditë vere ke një ditë dimër, dhe ky ndryshim atmosferik ka sjellë që dhe viruset më të mos kenë atë sezonin e qartë të dimrit dhe të fillim pranverës. Po tani po na shtrihen edhe ndoshta në periudhën e verës. Flas gjithmonë për këto viruset respiratore. Sa i dimri me atë temperaturat minus ka pastrimin e vet, ka rolin e vet edhe në këto sezonet virale. Pra, ne po flasim për shtim dhe prezencë më të gjatë të viruseve në qarkullim. Por nga ana tjetër, kemi dhe shtim të rasteve të reja me alergji respiratore, me alergjit frymarrjes. Dhe në zyrat e alergologëve, të pediatrëve, gjithashtu sepse është porta e parë që shkojnë fëmijët, se janë dhe grup mosha më vulnerabël, është vështirë për të diferencuar, por do thoja vetëm një gjë që e diferencon ndjeshëm. Një grip apo një virus ka temperaturë, një alergji nuk ka asnjëherë temperaturë. Dhe nëse këto simptoma nuk shoqërohen me temperaturë, është e logjikshme të shkojë mendja për një problem alergjik duke kërkuar konsultën e një alergologu. Shumë e qartë përgjigje. Mirë miq, duhet shkëputemi në këtë pjesë të parë për pak publicitet, do rikthehemi pas pak me doktoresha Alkerta Ibrani, qëndroni në Vitality Vibes. Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të dytë të emisionit në Vitality Vibes me doktoresha Alkerta Ibrani, mjeke imunologe alergologe, teksa po përmendim me doktoreshën që jemi në një fazë alergjish, por pa harruar doktoresha që edhe në këtë emision ne kemi disa miq të tjerë që vijnë nga fusha e mjekësisë, teksa do të flasim dhe do të falenderojmë Eteris Clinic me Therapeutic Plasma Exchange. Day Hospital është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përbëjnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë, forcon imunitetin dhe mbështetjet gjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një ndër terapit më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe jetëgjatësinë. Kontaktohet Teris Clinic Day Hospital në 069 60 966 56.
DJ-ju thotë që është një ndër trajtimet që ka bërë edhe një gazetar sportiv, po në fakt perën e kaluar folëm për therapeutic plasma exchange si një ndër terapitë vërtet shumë premtuese për mjekësinë e jetë gjatësisë, edhe për si një formë revolucionare e terapisë për mirëqenien tonë të shëndetit dhe për të eliminuar gjithë ato mikroplastikat që kemi në organizëm e kështu me radhë. Kështu që besoj që do vi koha që të gjithë do marrim pak nga ky ndrimi i plazmës, pastrimi i plazmës për të qenë sa më shumë të shëndetshëm. Besoj doktoresha se kishte ngjan si one stop shop. Si një dyqan ku ti pavarësisht çfarë ke bërë e bën detoksin tënd dhe del një njeri i ri. Po kështu thuhet që ky liçeni i trupit tonë që është në ndotje në fakt që nga plazma dhe gjithë këto yndyrnat e tjera që ç'është e vërteta në fakt nuk janë të paktën në trupin ton, gjithmonë më shumë kjo keq ushqyerja, jeta sedentare, me sa duket, cilësia e ushqimit, me sa duket nuk do shpëtojmë pa bërë pak plazëm. Për momentin duket terapi e shtrenjtë e vështirë pak, por me që kuptoj me kalimin e vites besoj do jetë si një pjesë e pandashme e trupit. Do shikohen, ndoshta edhe do bëhen dhe studimet mirëfillta, të cilat të nxjerrin rezultate konkluzive dhe ndoshta përqaset në protokollet e trajtimit të shumë patologjive. Po, por jemi ende në hapat e parë. Mbetemi tek imunologjia dhe alergologjia. Ato që tham si është situata me griprat, por duhet të di pak si është dhe situata me Covidin. A ka më Covid? Shiko, si çdo virus, sado monster të vi me fytyrat e tia, çdo virus dhe çdo gjallës përpiqet të krijojë mbijetesën e vet. Dhe do gjej vendin e vet në këtë habitatin që garanton jetën e vet. Por nuk mund të jetë më agresiv sepse ndryshe e mbyt atë bujqësinë e vet. Kështu që çfarë bën, ndryshon formën dhe fytyrën e tij duke u bërë më ngjitës, por më pak invalidizues ose të sëmur më pak. Dhe mund të them që po, kjo forma e re që tani qarkullon, ose të para një muaj ishte goxha qarkulluese, prekte kryesisht rrugët e sipërme respiratore, duke dhënë viroza të tipit rinit dhe sinuzit, dhe linte dhe një laringit të zgjatur, ku e kuptonim ne nga kollra shumë rezistente që mes dishëroheshin, por pa komplikime të rrugëve të mushkërisë, siç mbajmë mend fazat e para të Covidit të tmerrshëm. Ne pak a shumë e tham se si të dallojmë një problem respirator nga një problem alergjik, dhe ju përmendët që ishte temperatura në një lloj mënyre. Por nëse një pacient i ka këto të dy aspektet, shpesh herë ne nuk arrim ta dallojmë pneumolog, do të thënë ta dallojmë që duhet shkojmë te pneumologu apo tek mjeku, tek alergologu. Po mjeku familjes sa ndikon për shembull për të evidentuar problematika të rrugëve respiratore apo të formave të alergjive. Se ndonjëherë mbetet aty. Japim disa antihistaminike dhe mbarojmë punë, po. Kur një mjek patolog, pra mjeku i familjes, është goxha mirë i përgatitur, ai di ta adresoj dhe pacientin në rrugën e dur. Por unë do thoja, nisesh kryesisht nga zhurmat që dëgjon në rrugët e frymarrjes. Janë disa rale tipike, të cilat janë tipike të fishkëllimave të astmës. Aty nuk ka më diskutim që patjetër duhet dërguar te alergologu. Në historinë e marrjes pacientit, kur ti ja merr me shumë vëmendje historinë pacientit, kur ky pacient ankohet për këto simptoma, të cilat zgjasin më shumë se 5 ditë. Pra një viroz nuk zgjat më shumë se 5 ditë. Pra, këto simptoma zgjasin më shumë se 5 ditë dhe vit për vit janë përsëritëse, mund të jenë të njëjtit intensitet ose edhe më të vështira. Patjetër që kjo duhet të bëhet të mendosh për diçka në ajër që nxit këto ankesa, dhe ndoshta duhet të zbulohen nga alergologu për të gjetur të shkaktarin që ndodhet në ajër dhe jep këtë alergjin. Ju përmendët sëmundjet obstruktive kronike, pra këto SPOK, dhe përmendët edhe astmën si një formë e trajtueshme edhe nga pneumologu dhe nga alergologu. SPOK-un e trajton pneumologu. Le të mbetemi tek këto dy fushat. Po kjo stina pranverës sa ndikon tek këta pacient? Kjo ndikon kryesisht tek pacientët me astma. Por një ajër i ndotur,
pavarësisht çfarë sëmundje respiratore bazë ke, çfarë sëmundje komorbiditet themin, çdo ajër i ndotur rëndon çdo sëmundje kronike ekzistuese, si sëmundjen e spokut, ashtu dhe azmat. Pasi ngarkesa me polene e ajrit, tek pacientët që janë alergjik, patjetër që sjell dhe rëndimet e azmave të tyre ekzistuese. Por ndonjëherë te dikush që ka rinitin alergjik, mund të bëhet sebebi i parë ose arsyeja e parë që mund të shfaqet një azma për herë të parë. Kurse te spoku nuk ka shumë rol pranvera në përkeqësim, nëse nuk ka mbi ngarkesë me ndotës të tjerë të ajrit. Ne jemi tani në stilin e pranverës, teksa flasim aktualisht edhe jemi dhe shumë afër verës dhe përmendëm forma të ndryshme të alergjive. Por shpeshherë pacientët i bien shkurt. Edhe unë për shembull kam qenë çik kështu si me rinit këto ditë. Gjëja e parë thash, po shkojnë çik farmaci, po marr një preparat, po marr një spray. Sa ndikon trajtimi nga farmacisti për të marrë një dozë antihistaminikesh dhe a është e mjaftueshme ndonjëherë kjo receta që ne thjesht duam ta mbyllim aty për aty me farmacistin? Për sa kohë simptomat janë të lehta, edhe kjo është ajo çfarë bëjnë mbi 90% e pacientëve për sa po fillon problematika. Marrja e një antihistaminiku kur ti mund të kesh shkaktar alergjin, patjetër që të lehtëson, ja hedh hallit për atë vit. Por po vonon diagnostikimin. Dhe duke vonuar diagnostikimin, ndoshta ti po merr dhe një preparat që nuk është i duhuri për ty. Pasi në treg ka shumë preparate dhe thuhet mos e një antialergjik po marr. Por ndoshta një antialergjik që për ju funksionon, për mua nuk është i duhuri. Kështu që një rekomandim a priori nuk është asnjëherë mjekimi i duhur. Por për pa i hyrë detajeve teknike që cili preparat dhe pse, apo çfarë kombinimesh medikamentesh janë më të mira dhe pse, vajtja tek farmacisti dhe zgjidhja e simptomave me trajtimin e lehtë që i lejohet dhënjes nga farmacia pa recetë nga mjeku, thjesht vonon diagnostikimin e alergjisë. Dhe një diagnozë alergjie e vonuar do të thotë probabilitet më i madh që ti të shkosh vitin tjetër me azmat e mjeku. Dhe përderisa ne e dim që një alergji mund të parandalohet që të shkoj drejt azmës, ti ke rritur shanset e zhvillimit të një azme. Duke sjell vonesën. Mirë doktoresha, ju falenderoj për përgjigjen, do rikthehemi pas pak, shkojmë në publicitet. Jemi sërish bashkë në këtë pjesë të tretë të emisionit me doktoresh Alkerta Ibranin, mjeke imunologe alergologe, për mos harruar edhe kanalin 10 në digital që mund ta ndiqni live, por miqtan të Intermedicës vinë me një check-up pediatrik, ekzaminim gjako komplet, sediment, ALT, AST, bilirubin direkte, indirekte, bilirubina total, ure, kreatinemi, glicemi, ferritin dhe vitamin D për vetëm 3.500 lek, e vlefshme në çdo laborator Intermedica për të kontrolluar shëndetin e plot të fëmijës suaj. Kështu që të gjithë analizat detajuara ju ndihmojnë të identifikoni problemin e hershëm dhe ruajtjen e një zhvillimi të shëndetshëm në të gjitha laboratoret Intermedica, check-upin pediatrik, madje dhe konsult pediatrike falas. Meqense jemi tek mosha pediatrike, doktoresha, si ndikon kjo stin në alergjitë e moshave të vogla? Pra, a janë risk këta fëmijë që mund të bëjnë një problem pulmonar, pra nga një alergji stinore të kalojnë në një problem të rëndësishëm pulmonar? Shiko, tek fëmijët ne kemi një sistem imunitar më të papjekur dhe mekanizmat e përshtatjes me ambientin më të paformuar se sa tek të rriturit. Dhe duke qenë një situatë e tillë, patjetër që fëmijët ne i fusim te kategoria e grupeve të brishta. Që do thotë, patjetër një viroz e rrugëve të sipërme respiratore mund të avancojë në duke prekur rrugët e poshtme. Dhe patjetër një imunitet më i paformuar mund të komplikojë dhe me përfshirjen e mushkrisë. Dhe këtu shpesh ndodh që shumë fëmijë alergjik të trajtohen nga pneumologu pasi ndodhin komplikimet më shpesh. Kur ndërkohë kur këta fëmijë mund të diagnostikohen më herët me alergjin dhe trajtimi që të jenë të paramjekuar para se të ndodhin këto viroza, patjetër që parandalon dhe komplikimet pulmonare, që këta fëmijë mos kërkojnë spitalin si ambient ku mund të marrin terapitë e avancuara. A kemi ndonjë sinjal ne që po na paralajmëron për sëmundshmëri?
tek fëmijët gjithmonë. Tek fëmijët gjithmonë. Po shiko, një fëmijë që e kap gripi i parë, nënat ankohen shpesh që shiko, gripi është në kin, fëmia im është i pari që e kap. Është shprehje që përdoret zakonisht dhe rëndom nga nënat. Kur një fëmijë ose një fëmijë të themi sëmuret më shumë se 2-3 herë me bronkite të përsëritura brenda një dimri, patjetër që kjo duhet të bëj të dyshosh që ndoshta ky fëmijë që ka këtë fili ose këtë dashuri për viruset, të cilët ankorohen te rrugët e tyre të frymarrjes, patjetër që duhet të ketë një arsye tjetër pse ky fëmijë ka këtë atraksion për këto viruse dhe pse bën këto komplikime. Dhe me patjetër është një alergolog i specializuar që bën diferencimin nëse është një alergji dhe kjo e bën të brisht këtë fëmijë që çdo viroz të komplikojë me probleme tjera, apo është një faktor tjetër imunologjik, të cilin përsëri e mburlojnë alergologët imunologët. Vërtet. Sa shqetësuese do ishte qoftë njëra qoftë tjetra, pra nëse ke një alergji stinore dhe një smundshmëri pulmonare për të ardhmen e një fëmie e para dhe e dyta, a ka ndonjë mënyrë që prindrit apo dhe mjekët mund të aplikojnë apo mund të përdorin qoftë kushte shtëpiake, ku diun mbase ta nxjerrin fëmijën në natyrë që të parandalojmë sadopak agravimin e këtyre simptomatologjive apo qoftë edhe sëmundshmërive që mund të krijohen në të ardhmen. Pra mbase të bëra dy pyetje në një, indirekt e vetur për faktorët rëndues të sëmundjeve alergjike. Shiko, janë 2 vitet e para të jetës janë shumë të rëndësishme. Unë e kam thënë jo vetëm këtu, po edhe në shumë emisione tjera ku jam ftuar. 2 vitet e para të jetës fëmijës janë shumë vendimtare për atë kornizën që do i jepet sistemit imunitar të këtij individi kur të rritet. Fëmia 2 vjeç, çdo fëmijë as pluri nuk do që ta kapi, jo më të sëmuret. Por kur prekja e sëmundjeve kronike, se astma është sëmundja numër 1 kronike për fëmijët në botë, prekja e sëmundjeve pulmonare kronike sjell dhe mos zhvillimin e dur të pulmonit kur ky fëmijë rritet. Që sigurisht, sepse janë fazat e para ku ndërtohet dhe forcohet një organ. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të japim fokus dhe këtu flas për gjithë mjekët, jo vetëm për alergologët dhe imunologët, por kryesisht me fokus pediatrit, është shumë e rëndësishme që të vlerësohen fëmijët të cilët kanë sëmundshmëri të shpeshtë, pra të kërkohet me patjetër alergologu, të vlerësohet sistemi imunitar i tyre. E dyta, të mos jepet ai antibiotiku vetëm se ka temperaturë fëmia, po të vlerësohet dhe të diferencohen mirë patologjit ku duhet dhënë një antibiotik. Nuk është se antibiotiku zgjidh problemin e temperaturës, temperaturë japin dhe virozat. Por shpeshherë disa mjekë në ndrystinë e prindërve shumë të stresuar nga fëmia me temperaturë, dorëzohen dhe thotë, po jap dhe antibiotikun, mos na ndodhë ndonjë mbi infeksion bakterial. Një antibiotik nuk paramjekon një infeksion bakterial. Një antibiotik duhet dhënë qartë dhe strikt vetëm për trajtimin e sëmundjeve bakteriale dhe duhet dhënë antibiotiku i duhur, me dozat e duhura, me ditët e duhura, sepse çfarë po shohim tani? Po shohim që e nisin me injeksione 3 ditë terapi dhe pastaj e kthejnë nga goja, që edhe këtë ndoshta jo vetëm në Shqipëri, po në këto vendet ballkanike ne e shohim si prakticitet marrje. Pra, duhet të racionalizohet mirë dhënia e antibiotikut. Pse? Se shfaros dhe mikrobet e mira që ne na duhen, por sidomos fëmijëve ju duhen për të ndërtuar imunitetin e tyre në të ardhmen. E dyta, ambientin ku jetojmë, Ilvi, jo të gjithë kanë mundësi që të jetojnë në kushtet optimale, por në një situatë të tillë, mos lini fëmijët mbyllur të luajnë me lojrat e tyre elektronike. Po nxirrini në parqe, aty ku është e mundur, fundjavave gjeni ambiente në pyll. Hiking në pyll është gjëja më e shëndetshme që mund të bësh si familje. Të ndërpres pak doktoresha se isha gati për të bërë këtë pyetje, them, po në stinën e pranverës, ku duhet i çojmë ta fëmijët që t'i mbrojmë? Ndërkohë po janë alergjik do thosh. Po janë alergjik. Nëse janë alergjik. Ku ta ken pak atë mundësinë e mundësia që buzdetit nuk është keq, buzdetit, shëtitjet buzdetit apo lojrat buzdetit. Ne kemi këtë luks në Durrësi është 30 minuta larg në situatën më të keqe. Jo në parqe ku ka bimësi, flas për fëmijët alergjik, por në det, në rër është shumë mirë të luash edhe të harxhosh një fundjavë të larg poleneve, por përsëri në kontakt me natyrën. Po faktorët alergjik nga ana tjetër kushtohen më shumë, pra ku kemi parasysh që mos kalojmë? Në Tiranë. Në Tiranë. Tash i liçeni bëhet zonë e ndaluar.
liçeni bëhet zëvendëlim. Por jo të gjitha orët. Domethënë mbas orës 8-9 të darkës, duke qenë se bie ai përqendrimi i poleneve dhe i erës, nuk është keq të bëhet një shëtitje, por e mirë është me maskë nëse e toleron. Ashtu ë? Po, me një maskë patjetër që mund të bësh një E shëtitje. njëjta gjë vlen dhe për verën apo vetëm për këtë? Jo, në verë, nëse ke alergji polenin e bimëve që çelin në verë, atëherë këto masa vlen për periudhën e verës. Se kush ka alergji bimët që çelin në verë, nuk e ka problemin pranverë. Edhe një pyetje të fundit thuajse në këtë pjesë. Ka në një mënyrë që ne ti mirëmbajmë mushkrit tona apo aparatin ton respirator në mënyrë që mos të prekemi nga alergjitë stinore? Për të bëjë një formë parandalimi në një lloj mënyre. Forma e parandalimit është jeta e shëndetshme, Ilvi, ku një nga këto, të thash, është edhe dalja në natyrë, mbajtja e kontaktit në natyrë. Ajo që duhet me patjetër inkurajuar është aktiviteti sportiv te gjithë fëmijët. Pra duhet ketë një fokus të mirëfillt, një program të mirëfillt për ingranimin dhe përfshirjen e fëmijëve në sporte. Sportet, ne alergologët pëlqejmë notin, edhe për fëmijët të cilët kanë probleme që janë alergjik, pëlqejmë notin sepse është një sport i cili zgjeron kapacitetin vital të mushkërisë, duke bërë që dhe vuajtjet e tyre të jenë më pak munduese për këta fëmijë. Flas për tek ata që i salohen dhe astmat. Jo në periudhat kur janë të smurë, por duke marrë mjekimin e duhur, duke qenë stabil, patjetër aktivizimi i fëmijëve me sportet është çelësi kryesor. Jo vetëm i mirëqenies së tyre mendore dhe edhe vetvlerësimit të tyre, ndjesisë së vlerësimit që kanë, por dhe për shëndetin respirator. Më shkruan dikush doktoresha dhe më thotë, të lutem pyete pak doktoreshën. Jam 40 vjeç dhe s'kam vuajtur kur nga alergjia. Në këto 2 vitet e fundit duket sikur sa herë ndrohet stina më fillojnë hundët edhe rrufa për një kohë të shkurtër. A kam një shans që të prekem nga alergjia në këtë moshë ose të jem alergjik? Nuk ka moshë që të jetë imune për shfaqjen e alergjisë për herë të parë. Pra, ne po shohim një shfaqje të fenomeneve alergjike respirator dhe te bebet që nuk ka qenë normale, por po shohim dhe rinite alergjike apo konjuktivite, kruarja e syve, për herë të parë dhe në moshën 70 vjeçare. Pra, nuk ka moshë që është imune dhe ne të themi se je i madh dhe nuk ka shanse që të jetë alergji. Jo, nuk pyet alergjia çfarë moshe mund të shfaqet. Mirë doktoresha, ju falenderoj për përgjigjen. Shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak. Erdhëm në këtë pjesë të fundit të emisionit miq në Vitality Vibes me doktoresha Alkerta Ibranjin, mjeke imunologe alergologe, teksa doktoresha jemi të dy bashkë në këtë pjesë të fundit. Ne shumë shpesh për disa mjek bëjmë dhe një rubrikë e cila quhet mit edhe fakt dhe nuk do t'i shpëtoni disa pyetjeve për sa i përket alergjive në këtë rubrikë dhe këto minuta të fundit. Alergjit janë vetëm tek fëmijët? Është mit apo fakt? Është mit, sepse alergji bëjnë fëmijët dhe të rriturit. Edhe mosha e tretë. Pyetja e dytë për ju është, nëse nuk e pasur alergji si fëmijë, nuk do të kesh kurrë. Kush e mendon këtë gjë, po flem mbi dafina. Asnjëherë nuk mund të jesh i qetë që një ditë të caktuar të jetës tënde të zhvillosh alergji. Alergjitë sezonale janë të padëmshme. Mund të jenë të padëmshme, por vitin tjetër mund të bëhen të dëmshme, mund të të çojnë astma, mund të të çojnë edhe në një krizë astmatike. Pra le të themi që alergjitë sezonale janë të dëmshme dhe janë sëmundje kronike. Nuk janë mit. Jo. Ftoja shkaktohet nga viruse dhe alergjitë nga reagimi ftoja shkaktohet nga viruse, alergjitë nga reagimi i sistemit imunitar ndaj alergenëve, pra polen, plur e tjerë. Është e vërtet apo është totalisht e vërtet. Pra alergjitë shkaktohen nga aktivizimi i sistemit imunitar ndaj një partikule që është komplet e padëmshme, kurse virusat të ftoja patjetër që ka viruset dhe bakteret si shkaktar të mundshëm. Flokët e kafshëve ose qimet e kafshëve janë shkaku i alergjisë. Në të vërtetë. Se ka shumë që thon alergjia nga macja, nga qeni, janë apo s'janë? Po marr një mace pa qime se jam alergjike nga macet, për ata që i duan shumë macet. Jo. Alergji sidomos bëjnë përshtyma dhe urina e maceve dhe e qenve. Kështu që kush mendon se ka marrë një mace pa qime sepse ka alergji mace, do bëj alergji gjithsesi.
Mjalti lokal shëron alergjit, është mit apo fakt? Është mit, është mit. Nuk ka asnjë studim I cili të konfirmojë në bazë popullate që ngrënia e mjaltit na lehtëson alergjinë. Po sikur na zbut çika të fytin ai mjalteve. Po të kesh refluks edhe ha mjaltin, meqense ke fytin e acaruar e shikojmë bashkë çfarë ndodh. Okej. Nëse merr antihistaminik, pra antialergjik, le të themi, çdo ditë bëhesh I varur. Jo, nuk krijojnë varësi antihistaminikët, absolutisht. Antihistaminikët duhen marrë për sa kohë ti ke simptoma, por për kohë të gjatë nuk justifikohet dhënia e tyre, edhe pse nuk krijojnë varësi. Alergjitë ushqimore janë gjithmonë të rënda. Mund të jenë të lehta si fillim, por janë paralajmërim për anafilaksi që është forma më e rëndë e alergjisë. Pak ekspozim ndaj alergenit mund ta bëj trupin që ta toleroj alergenin. Pra nëse le të themi dalim gjithmonë në rrugë që ka polena, mund të mësohemi nga polena dhe sa më parimi I vaksinës së alergjisë që ne kemi folur herë tjetër, ky është riekspozimi me armikun tënd që tolerohet. Por kur ky riekspozim bëhet me dozat pa kontrolluara, mund të përfundosh në spital. Për këtë arsye bëhet vaksina e cila bëhet me dozat kontrolluara terapeutike që ti të ndërtosh tolerancën ndaj këtij që e ke armik sot. Shiu I zhduk alergjit. I pastron për momentin, po kujdes kur ngrohet koha. Do hash racionin e gjithë ditëve që se ke taku alergenin. Alergjit janë vetëm në pranverë. Jo, alergjit janë gjithë vitin. Kemi alergji në dimër nga plurishpis, kemi në pranverë dhe në vjesht nga mykrat, në pranverë nga disa lloj barishtesh, në verë nga disa lloj barishtesh tjera. Kortizonet janë gjithmonë të rrezikshme. Asnjë medikament nuk është I rrezikshëm kur jepet nga profesionist. Këtu nuk ka se si të bëjnë përjashtim kortizonikët. Për alergjinë ajo që më vjen ndërmend është për shembull kortizoni intranazal që ne përdorim e përshkruajmë tek pacientët alergjik, spray nazal. Patjetër që kur ky jepet me dozën e duhur, me rekomandimin e duhur, nuk ka se si të bëjë dëm. Të gjitha medikamentet janë drogra, janë helme. Dhe kur ato merren pa këshillin e mjekut, patjetër që mund të kthehen në helm. Kur jepen me dozën e duhur, japin atë efektin terapeutik të dëshiruar, përmirësojnë cilësinë e jetës. Pyetja e fundit. Po. Mit apo fakt? Prezervativi shkakton alergji. Aman mo Ilbisa, sa qefi ke këto gjërat kështu me spec. Patjetër që prezervativi ashtu siç edhe të gjithë përbërësit, të cilët janë me përmbajtje lateksi, jo vetëm prezervativi, por sidomos në botën mjekësore, infermierët, mjekët të cilët përdorin dorezat për një kohë të gjatë të lateksit, patjetër që japin alergji. Dhe alergjit mund të jenë nga format e dermatitit alergjik deri tek anafilaksia kur përdoren në formën e prezervativit. Kështu që kush është alergjik nga lateksi, patjetër që duhet të përdor mbrojtje, por jo me përmbajtje lateksi. Doktoresha, të falenderoj që ishe në Vitality Vibes, ishte kënaqësi të ndaja këtë emision me ju, edhe patjetër që të ndaj edhe ditët e tjera të punës. Kënaqësia ime. Besoj që do takohemi prapë, se alergjit janë gjithmonë prezente dhe të pafundme. Mirë miq, ndoqët doktoresha Alkerta Ibranjin, mjeke imunologe, alergologe në Vitality Vibes dhe në kanalin 10 në digital. Duke ju uruar një fundjavë të këndshme, shijoni ditën me diell, sa më pak alergji dhe sa më shumë shëndet. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim të shtunën e ardhshme në orën 7 me 8 në Vitality Vibes.